Arin po, hebrejt jo, ishte në vitin 1943 përgjigja e dhënë përballë ultimatumit gjermanisë naziste nga populli dhe nga autoritetet shqiptare. Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që përfundoi luftën e dytë botërore me 15 herë më shumë hebrej nga sa e nisi. Në një kohë kur edhe vende shumë më të pasura e të ashtu quajtura më të qytetruara ran pre e një flame totalitare që i zhveshi nga kodet njerëzore e morale, Shqipëria pikrisht në kodin e saj moral gjeti forcën për të mbrojtur të ndryshmin dhe për të nderuar jetën. Ne jemi krenar për këtë maj morale që meriton të dëshmohet kudo, por që nuk është e vetmja në historinë tonë të strehimit dhe të mbrojtjes së të huajve e të njerëzve në nevojë. Ky shembull nuk i përket vetëm historisë. Orientimi ynë i drejtë, qasja jon principiale dhe kontributi për te i madhësisë së vendit e numrit popullsisë në politikën tonë të jashtme e në organizmat ndërkombëtar e ka bërë Shqipërinë një partner e aleat të vlerësuar e të besuar. Shqipëria vendosi të bashkohet kartës së bordit të paqes së presidentit Trump përmes pjesëmarrjes së kryeministrit Rama si një vend që ka dalë nga errësira e totalitarizmit, me një vllazëri fetare shembullore dhe pa çarje etnike. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja.